Një ngjarje e rëndë tronditi qytetin e Shkodrës, ku një shtetas amerikan ka vrarë me thik partneren e tij gjatë një konflikti që ndodhi në lagjen Gjuhadol. Autori dyshuar i krimit është 57 vjeçari Brandon Saporito, i cili ka deklaruar në dëshminë e tij para hetuesve se ishte në gjendje të dehur në momentin e ngjarjes, ashtu si dhe ndjera Sandra Saporito, 54 vjeçe. Sipas burimeve pranë hetimit, çifti kishte kohë që përjetonte përplasje të shpeshta, ndërsa debati fatal nisi për shkak të fyerjeve dhe tensioneve të akumuluara. Brandon Saporito është shfaqur i penduar për aktin, duke pohuar se e ka humbur kontrollin në një moment acarimi ekstrem. Menjëherë pas kryerjes së krimit, ai ka tentuar të vetvritet duke prerë damarët, ndërsa ndodhej në një gjendje të rënduar psikologjike. Fatmirësisht, ai ka mbijetuar dhe aktualisht ndodhet në kujdesin e mjekëve dhe në vëzhgim të autoriteteve ligjore. Trupi i viktimës është transportuar drejt Tiranës për ekzaminime të nevojshme, ndërkohë që në vendngjarje dhe më pas në institucionet spitalore janë parë edhe përfaqësues të ambasadës amerikane në Shqipëri. Hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj tragjedie vazhdojnë, ndërsa pritet që ndaj Saporitos të ngrihen akuzat për vrasje në rrethana cilësuese.